Mateu 25, tani, llambat morën urdhrimet me vete. Kur ke urdhrimet me vete, ruaj urdhrimet e mia si mbedja e syrit fen thot, dhe masandaj i dolën përpara dhëndrit, i dolën përpara Mesias. Tani 5 nga këto ishin të mençura. Tash po të shkosh në Psalmin 19 thot, ligji është i përsosur e bën të mençur njeriu e thjeshtë. Kur i praktikon, ne dimi që llamba është janë urdhërimet, e me prekën pak më përpara tash vargjet ishin lart, por që fjalët e urta 6:23, urdhërimi është një llambë dhe ligji është një dritë. Dhe Psalmi 119 që masandaj fjala e tij është llambë në këmbën tonë dhe është dritë në shtegun tonë. Urdhërimet e ligjit. Kur i ke, hyn brenda, po bën vullnetin e Atit, nuk mëkaton dhe del përpara dhëndrit për të marrë kurorën e jetës që do japi Mesia Jeshua, dhëndri. Tani këtu është nga ana figurative, thot, këto virgjëresha, nuk tha këto nuset. Tani, vëlla motër, një nuse, do ta them nga janë, nuk është me e virgjër, sepse ajo është në marrëdhënie me burrin e saj. Po këtu po thot nga ana figurative, nga ana frymërore që u pastruan, dhe në këtë rast nga çdo sturje që kishim më përpara ne nga ana imorale, tani u pastruam duke hyrë në bestlidhje dhe e mbajmë rrobën tonë pa njolla, pa rrudha, siç pam pak më përpara, që të dalim përpara dhëndrit dhe të jemi të pëlqyer përpara dhëndrit. Nga ana figurative. Përpara Mesias, sepse masandaj nuk të themi para dhëndrit se i bie prapë në kimi nusja, por përpara Mesias. Tani, këto 5 që ishin të mençura, ishin dhe disa që ishin budallachka, tash budallachka çfarë? Nuk morën llambat e tyre. Shikon vëlla motë? Do të thënë këto 10, mbaj mend që këto ishin 10 fillimisht, por hyrën në bestlidhje, por gjatë rrugës ç'a ndodhi? Prandaj thot Ati që gjatë rrugës ti dhe unë duhet t'i ruajmë, duhet të rezistojmë të ligut për të mbajtur urdhrimet e ligjit, sepse ndryshe masandaj ato 5 nuk mbajten dhe kalon në këtë zonë. Sepse zemër urti, thot prap fjalët e urta 10, zemër urti, zemër i mençuri, i ruan urdhrimet, po fjala mani budallachkat, thot masandaj ja ta marrim atë varg. Do të rrezohet apo diçka, fjala mani budallachti. Nëse ja ta gjejmë. Ja ta gjej atë vargun. Një sekond se kam këtu ja. Se kam bërë mësimi për 10 virgjëresha të kam bërë më përpara një vit e gjysmë. Por shikojmë punën e Okej. Dhe me pak fjalë, budallachkat kush janë? Ka thot hapur as shkrimi, ato që nuk i bindin urdhrimeve të Atit, ata që janë mos bindje. Frika Yahweh është fillimi i njohjes. Fjalët e urta 1. Por njerëzit e pamend, tash njerëzit e pamend janë budallënj apo jo? Përçmojnë urtësinë dhe udhëzimin. Tash frika Yahweh është zbatosh urdhrimet e Tija. Na e thot haprazi dhe Psalmi dhe mund ta marrim atë varg dhe vazhdojmë pasandaj. Ja një moment sa ta marrë atë varg në Psalmin 111, fal. Për të kuptuar përse flitet për disa gjëra, okay, ja ku kemi këtu përpara. Frika Yahweh. Dhe atëre po përdornja 4 shkronjat. Masandaj arrita një pikë thash, po s'ka gjë, sepse po themi im dimë që është Yahweh dhe okay, edhe kam edhe në klapa këtu, por gjithsesi. Frika Yahweh është anafilla e urtësisë, të urtat, 5 që ishin të urta. Kuptim të mirë kanë ata që zbatojnë në praktikë urdhrimet e Tija dhe lëvdimi i Tij vazhdojnë në përjetësi. Frika Yahweh është fillimi i urtësisë, fillimi i të qenit të zgjuar. Të zgjuar, tani të zgjuar sepse pamë këtu që duhet ishin të zgjuara, të mençura. Por thotë që masandaj fjala mani budalla do të rrezohet, ja kjo ishte. E fjalët e urta 10 proverbat është e njëjta fjalë, por fjalët e urta 10 Zemër urti, zemër i zgjuari i pranon urdhrimet e Atit.
zemra e përulur. Zemra e përulur i pranon të i zbatoj ato urdhrime, sepse ai person është i urtë, ka kuptim të mirë dhe po i zbaton në praktik urdhrimet e tija. Tani, budallaqkat që nuk duan të zbatojnë urdhrimet e Atit, që nuk i bën gjatë kohës, ato morën në llambat e tyre, morën çfarë kishin, ja ne kemi këto urdhrime, ja kemi kaq. Por nuk morën me vete vajin. E ka fjalën nga ana figurative. Nuk kishin urdhrimet e Atit, as nuk kishin as vaj me vete brenda. Nuk kishin vaj në kuptimin, nuk kishin të fuqizuara prej frymës së shenjtë, sepse e neglizhuan gjatë kohës. Kurse të mençurat, bashkë me llambën, bashkë me urdhrimet, morën dhe vajin. Tani vaji mund të jetë vëlla motër, mund ta themi nxitja për anë tjetër, mund të jetë dedikimi tonë që të vijë ai vaj, është pjesë. Ledi, lutja, to janë pjesë e ardhjes së vajit. Kur zbaton urdhrimet, thotë se bashkë me urdhrimet ato kishin dhe vajin për tyre, të ishin të fuqizuara. Dhe po rezistojnë derisa të vinë te Mesia Jeshua. Tani, Mesia Jeshua për momentin, siç mendojnë te Arja, shikon ai s'po vjen, po vonon. Vendri po vononte. Dhe çfarë? Shkot dremitën i thaman, 10. Aty nga mesnata u dëgjua një britmë. Ja, po vjen vendri, dilni përpara. Atëherë të gjitha ato virgjëresha u zgjuan. Të vija i tërë do ta shikojnë, do zgjohen nga ana e mendjes. Por puna e kush ka në llambat e tyre. Sepse vajin e akumulojmë ti dhe unë gjatë kohës duke lexuar Biblën, duke praktikuar urdhrimet, sabatet, festat, çdo ditë ti po akumulon vajin tënd. Ja tani po akumulon vajin, vëlla motër. Tani, për momentin ja e situata, ku ta di unë, ja për momentin e qenë një moment që dremite për një, por mirë vaj ka qenë atje. Është vaj akumuluar për zbatimin e urdhrimeve që ti ke mbajtur gjatë kohës. Sepse mund të dremitesh nga persekutimi për momentin apo mundimi i madh të gjitha ato gjëra thotë, për ata persona thotë gjende dremiten, por kur erdhi vendi të u zgjuan të dhitat dhe budallashkat u thanë të mençurave, na jepni nga vaji juaj. Sepse sepse llambat sepse llambat tona po na fiken. Por të mençurat duke përgjigju thanë, jo, sepse nuk do të mjaftonte as për ne dhe as për ju. Sepse në atë ditë, secili do jetë në gjendje të eci me vajin e vet, vëlla motër, që ke akumuluar gjatë kohës në mundi në shtrëngimin e madh. Tani do vinë të tjerë thotë, vëlla, ja, hajde, lutu për mua që unë të, po do lutemi, por puna është çfarë kem akumuluar në atë kohë. Dhe ja thanë, vaj është vetëm për neve, ti kishe kohën, por nuk e akumulove, me pak fjalë. Më mirë shkonin e tregtarët dhe ta aplini. Tregtarët, ke mësuesin tënd, ai mësuesi të ka mësuar, shko, ta japi ai, ti e ke patur, nuk më ke dëgjuar tërkohën. Shko tek mësuesi tënd. Shko merre vajin prej tija. Shkoni dhe blini prej tij. Kur ato shkuan të blejnë, erdhi dhëndri. Kjo vëlla motë tani po më vjen në zemër. Kjo është gjatë kohës tania. Sepse ti i thua akumulo vaj një personi, jo, nuk duan. Por do vi koha që do të rikujtohet që çdo fjalë që është thënë tani, o sa do mirë do ishte të kishim mbajtur urdhërimet dhe masandaj do kishim akumuluar, sepse do vi momenti që tani ato po shkojnë të blejnë. Kjo puna është e blerjes, nuk mund ta blesh vajin. Vaji nuk mund të blehet, vëlla motër. Vaji akumulohet me ecjen tonë personale. Prandaj tha që nuk mjaftonte as për ne, tha, dhe as për ju. Po t'ja jepnin juve, thot, nuk mjaftonte as për ne. Por tani po vazhdojnë të blejnë, por puna është ku po blejnë, çfarë janë tregtarët, cilët janë mësuesit. Dhe kur Mesia vjen, tani virgjëreshat ishin gati.
dhe hynë në dasmë bashkë. Këtu është Pashka që do mbahet. Prandaj në Luka 22 që thot Mesia, po do ta tani po e mbajnë Pashkën, tha, por do mbahet thot në mbretërinë, thot. Do mbahet në mbretërinë, si e thot në Luka 22, do ta kem këtu gati Luka 22. Ja, një moment të shikojmë Luka 22. Luka 22, po. Thotë, kam pasur dëshirë të madhe të hak të bashkë me ju. Në një moment. Ndërkohë Isaia thot hapra zgjati ka përgatitur mish, ka përgatitur të tëra verën më të mirë në atë ditë për Pashkën. Kam pasur një dëshirë të madhe të hak të Pashkë bashkë me ju, thot Mesia. Po ju them se nuk do të ha me të tillë derisa jo të plotësohet në mbretërinë e në këtë rast e Zotit Jahwe. Derisa jo të plotësohet, dhe do plotësohet kur të ku ke plotësimin e Pashkës. Sepse ajo nga ana figurative, domethënë dasma e madhe dhe këtu e marrin dasmën, ja shikon, po këtu ishin besimtarët dhe nga ana figurative ishte dhëndri, nuk përben, nuk kupton asnjë gjë tjetër. Ishin vigjereshat me dhëndrin. Dhe dasma këtu mund ta kthesh është Pashka, është një festë e madhe. Tani vigjereshat që ishin gati, sa janë gati sot prej tyre që të hyjnë në brenda, sepse në atë ditë masandaj dera do mbyllet. Por ato që ishin gati, hynë në Pashkë dhe dera u mbyll. Shiko, dera u mbyll. Më pas, erdhën dhe vigjereshat e tjera. Shikon tani, dera u mbyll, e ka fjalën që ndodhi shkëputja vëlla motër. Ndodhi shkëputja ata që janë në tokë masandaj, këta janë që janë jashtë të derës. Se në momenti që ndodh shkëputja për ata që do jenë gjallë, masandaj që do marrin ringjallje në atë moment që janë gjallë akoma, ose kanë vdekur masandaj do jenë të parë që do ringjallen përpara atyre të gjallëve. Të tjerët mbrapa janë ata që do të thonë në hap, por thot ai çfarë? Në të vërtetën nuk ju njoh. Nuk ju njoh. Ai që zbaton urdhrimet e Atit Jahwe është i njohur prej Tij. Është i njohur sepse je në beslidhje me Të. Mban sabatet e Tij, mban festën, hap pastër, zbaton, ke filluar të zbatosh urdhrimet e Tij. Ke hyrë në beslidhje me anë të pendimit nga shkelet e ligjit. Ke pagëzuar në ujë, ke bërë gjërat që ai kërkon dhe je i njohur. Në Mateu 7 thot, largoni prej meje ju që unë nuk ju njoh, largoni prej meje ju që kryeni palishmëri. E shikon? Në Mateu 7, prap i njëjti Mesia po fliste. Këtu mjeshtër ose më themi Zot, që ka vënë Adonai është mjeshtër realisht, do të them mjeshtër njëri që mëson. Okej, Zot është e njëjta fjalë. Zot na hap. Sepse thonë neve kemi besuar, ne dim që ti u ringjalle, ne kemi vajtur atje, këta janë njerëz që nuk kanë vajtur sabatet vëlla motër, që kanë thënë unë e citoj me fjalën, unë e di, unë jam dhe ja, unë kam shërbesën, kam 30 vjet, ndërkohë as festa biblike, kanë refuzuar ligjin, qafë fortë, kanë marrë atë hyrjen siç ne ishim më përpara, erdhe ja këtu ja, pranojnë në zemër dhe hajde ndiqna neve. Dhe vazhdon manipulojnë binjën me mësime të reme. Këta janë persona që Mesia tha masandaj, e di kush janë të njohur prej meje, tha? Ai që dëgjon fjalën që ekziston për ligjin dhe zbaton, thot. Fjalën e Atit tim, thot, në Luka 8. Tani vetëm kjo fjala virgjëresha që ishin gati, tani më thuaj, një person që vazhdon të shkeli ligjin, mos ndoshta ai person është gati? Jo. Duhet të filloj të jetë gati, sepse mund të ndodhi në çdo moment që masandaj fillon shtrëngimi i madh, masandaj ku është misia?
ku është miqësia, ku është vendi, kampi të drejtëve që ti të fuqizohesh, të vazhdosh të kesh vajin. Ta vazhdosh në të rast ta stimulosh, ta trazosh veten tënde në zemër me anë të besimit, të urdhrimeve të ligjit, që të kesh vaj në llambën tënde. Sepse urdhrimi është një llambë, domethënë llamba urdhrimit ti di si ecën, sepse do vajin ajo llambë që të kesh dritë ku ikën. Po mbajte urdhrimet të Atit, po ecën mirë. Kjo doli gjatë kohës, por lavdimit e tia. Fal. Shiko tani, nuk ju kam njojtur kurrë, jo se thot mesia që tham pak më përpara. Me të vërtetë, po ju them se nuk ju njoh, thot. Po dali se kemi bërë shenja mrekulli, kemi ringjallur në emrin tënd. E nuk e di, unë kam vrapuar lart e poshtë për në emrin tënd. Vaj të mbem atë krusedin e madh, vem ato konferencat e mëdha. Ringjallëm në emrin tënd. Largoni prej meje ju që keni kryer palishmëri. Ndaj kujt? Ndaj Atit, nuk keni mbajtur ligjin e Tij. Të paktën duhet të kishte filluar. Shiko sa shqetësuese është e para gjonit. Shikoj këtu, çfarë thotë. Para gjonit 2. Emri i tij është Johanan, për ta kuptuar vëlla, po dhe motë. Emri i tij ka Johanan, nuk e ka Gjon. Gjoni e ka dhënë katolikët, sepse nga anglishtja kanë marrë John. Edhe ne pastaj e hoqën këtë Anan, edhe e bën Johnny, sepse në anglisht e ke kështuja e ke. First John, i thonë në anglisht. I ka nequr ato atet të tëra, por nga hebraisht është Johanan. Dhe unë kam shkruar të gjithë ata që vazhdojnë punën e tyre në një gënjeshtër jashtë ligjit të vërtetë, nuk trashëgojnë mbretërinë. Përse? Sepse evidencon Bibla, jo unë. Nga kjo ne dimë se kemi njojtur atë. Kë po flet për Atin vëlla motër, njojtur. Shiko fjalët kyçe. Nga kjo e merret vesh, nga kjo kuptohet nëse e njeh. Nëse e njeh çfarë? Nëse zbaton urdhrimet e Tij. Ai që thotë kam njojtur. A nuk i thanë pak më përpara, ne bëm shenja mrekulli, e njëjta gjë, në Mateu 7 apo 25. Por thot, ai që thot unë e njoh dhe nuk zbaton urdhrimet e Tij është gënjeshtar, dhe e vërteta nuk ndodhet në të, nuk është në të. Por kush e zbaton fjalën e Tij, me të vërtetë dashuria e Atit Elohim është e përsosur. Nga kjo e njohim se jemi në të, duke zbatuar urdhrimet, fjalën, ligjin, ta thot vetëm apostulli Johanan. Ti shikon urdhrimet, fjala, e kujt është? E Atit Elohim. Prandaj thoshte Mesia këtu që disa persona do afrohen, por thot, në hap, si thanë, më përpara. Por thot, zozo në hap. Por ai duke përgjigjur në të vërtetë, po ju them se nuk ju njoh. Nuk keni mbajtur urdhrimet e Atit tim. Kur nuk ke pjesë me Atin tim, do kesh pjesë me mua, thot? Ti ke refuzuar Atin tim. Mendon se çfarë, mos do na shkaloj Atin, thot unë, për pak të palishmërisë, tha që ti nuk e ke. Ai. Vamo dal të shikojmë. Mateu 18. Le ta shikojmë së bashku. Mateu 18. Goja e tij flet prapë. Vargu 3 deri në 4. Që po flet për mbretërinë e qejve prapë. Mos harrojmë. Se këtu bëhet fjalë për mbretërinë e qejve. Shikoj ti vetë. Në të vërtetë po ju them, nëse një person thotë ju nuk ndryshoni, i ka fjalën rrugën çfarë? Po shkel ligjin thotë, hiqe, ndryshoje, mos e shkel, pendohu thotë. Dhe nuk bëni si fëmijët e vegjël, nuk do të hyni fare thotë. Ndërkohë ato 5 vigjereshat budallaqka nuk ndryshuan. Nuk u bën si fëmijët e vegjël. Çfarë do thotë? Nuk e prenë lafshën e zemrës së tyre. Nuk u penduan, nuk e hoqën ngurtësimin e zemrës së tyre, që gjë që neve bëjmë personalisht, siç po komunikonim asandaj dhe po komunikonim në chatin tuaj tonë.
që nuk e bën ati në vendimarrjen tonë, nuk do të na ndryshoj neve zemrën ati. Ne ndryshojmë, në qoftë se nuk ndryshoni juve, tha Mesia. Pastaj kur neve kthehemi dhe ndryshojmë neve, e heqim ngurtësimin, përulemi, hynë në pagëzim në ujë, merr frymën e shenjtë, fillon të zbatosh urdhrimet e ligjit, atëre zemra tonë vazhdon të ndryshojë, të pastrohet, atë e bën fuqia e frymës së shenjtë, sepse ne jemi paraqitur përpara me pendimin tonë. Kush pra do të përulet se ky fëmijë i vogël, masandaj thot, do të jetë më i madh, se ky ka vazhduar ta mbajë zemrën e përulur, ka zbatuar urdhrimet e ligjit, ka bërë punën e mbretërisë, sepse në fundit do marrë edhe shpërblimin, sepse ke vazhduar të jesh i përulur, krije përulur, ati jep hir, favor të përulurve, reziston ata që nuk ndryshojnë, krenarët, që nuk duan të hyjnë në beslidhje me te, prandaj thua, masandaj shumë personave dhe i them, hyrë në beslidhje. Jo unë e njoh, ka shumë gjëra që dalin, siç e dim, por nuk përbejnë. Nuk përbejnë zgjuarsinë e atit, nuk përbejnë zgjuarsinë e shkrimit, ajo është zgjuarsia tonë që është kotësi. E shikon që njohja, masandaj siç e pak më përpara, ka të bëjë me zbatimin e urdhrimeve të tija. Me zbatimin e urdhrimeve të tija. Se kur nuk i zbaton urdhrimet që janë të vërteta, të mira, të shenjta, ko zbaton gënjeshtrën, Zbulesa 22 e pamë. Ata që duan dhe zbatojnë gënjeshtrën. E pamë? Pak më përpara, e pamë. Ja, ku kemi këtu. Ta jep që në fillim, lumë të bekuar e ata që zbatojnë urdhrimet e atit, që do hanë prej pemës së jetës, do hynë brenda në portat e qytetit, por shikon të gjithë ata që nuk duan të zbatojnë ligjin e atit, dhe ke kushdo që zbaton gënjeshtrën. Gënjeshtra zbatohet prej vetes tonë në fundit. Ne duam të zbatojmë disa. Ata persona që ti i thua, ata duan të zbatojnë atë. Se e di pse, sepse nuk marrin parasysh çfarë thot Bibla, po ta marrësh ti dhe unë në jetën tonë. Seriozisht çfarë Bibla thotë. Dhe tani ju më keni dëgjuar, por dhe të tjerët kanë dëgjuar, por e marrin parasysh. Sepse e marrin parasysh veten e tyre më përpara se të vënë prioritet Biblën. Por unë, kur më thanë mua vite më përpara, mora parasysh Biblën dhe ndryshovi jeta time radikalisht, siç ka ndryshuar për juve. Sepse në momentin që merr parasysh dhe ve prioritet Biblën, prandaj vllai thotë që çdo bisedë ti e fillon me Biblën me tjetrin, jo me veten tënde. Se sado neve mund të jemi të urtëme, por o të jesh urtëm me fjalën, okay, lavdjati do citosh vetëm fjalën. Nga brendësia e zemrës tënde do flasësh, goja tënde do flasi, thot Bibla. E di kapitullin, shko atje më mirë, mos fol nga vetja jote. Shko atje dhe lexoje përpara personit, sepse është urdhrimet, ligji, fjala që do mbylli gojën një personi. Sepse në atë moment ai po bindet, sepse e dimë që në Hebrejnë 4, çfarë shpata me dy teja penetron, dhe në nyje, në kocka, në ndan mendimet e njeriut. Në qoftë se mendimi që neve po themi, që po shprehim, është në konformitet sipas Biblës, sipas fjalës apo jo. Ta thotë Bibla kur neve e dëgjojmë. Kur e dëgjojmë prej tjetrit, o ti e lexon vetë, fillon masandaj e ndan Bibla, jo atë mendimin që neve kishim. Nuk më shtetemi, mos u mbështet thot në mendimet tënde, thot në gjykimin tënd, por me gjithë zemër thot besoj Zotit Jahve, dhe ai do të drejtojë shtigun tënd. Qartë Kupta 4. Kur unë i thesha lejës, ja thash hapurazi, këtë varë këtu janë. Zemërur ti thash, i pranon urdhrimet, prandaj ju nuk i pranoni sepse nuk jeni të përullur. Por doni të llafoseni, të bisedoni, të thoni, ndërkohë dorëzojeni, sepse urdhrimet e ligjit janë përpara për të pranuar me një zemër si tha Mesia, me një zemër si punë e fëmijës. Por duan të ndryshojnë sot, të bëhen si fëmijë? Jo, nuk duan të mbajnë qafën e fortë. Kaq të magjepsuar janë, sa që ti thua të vërtetën, të gjejnë arsye për ta anashkaluar të vërtetën.
E di qarë, ka thot vllai qarë ka ndodhur. E dyta Thessalonikas dhe, kam thënë më përpara, por është pjesë qarë ati po bën këto orët e fundit dhe nuk, puna është që nuk, normal që nuk e kuptojnë, nuk e marrin veç, ti i thua, por e shikojmë së bashku qarë po ndodh. Ja ku ke. Misteri i palishmërisë, i paudhësisë, shkelit e ligjit ka menur mëkatin. Tashme është në veprim, thot, në fakt është në veprim, shikoj se është në veprim. Duke pritur, thot, që të hiqet nga mesi ai që ndalon tashti. Tash kjo është për të hiqet nga mesi ai, kush është ai, nuk e dim realisht, por nuk është fryma e shenjtë, siç mendoni dhe Klajdi masandaj më bente mua, mban mend nuk e di vlla, por e bente, po ja, këtu është fryma e shenjtë, por jo mos siç ka fryma e shenjtë. Zgjoju, po thëshën atë kohë, aq sa ndinim shumë, por nëse atë na ka ndihmuar, por nuk është fryma e shenjtë, thash, sepse fryma e shenjtë, sidom do pendohen njerëzit për të marrë dhuratën e frymës së shenjtë, vepra 2:38. Po të hiqet fryma masandaj nga toka, se kësë mendonin që, ja, po të hiqet nga mesi ai. Këtu unë mendoj është një angel, vlamo, ta them hapërës. Që kur të hiqet ai angel masandaj, do vi pa udhësia, sepse kush e ndalon Satanin të manifestohet plotësisht, engjëjt e atit ndalojnë. Dora e tij themi, po dora e tij manifestohet me shërbëtorët e tij, engjëjt e tij. Kur të hiqet ai kryengjëll apo engjëj që ka vendosur, atëre do shfaqet anti-Mesia, anti-Krishti, që Mesia Jashua do ta shkatërrojë me hukatjen, me frymën e gojës së tij, ta zgjesojë me dukurinë e ardhjes së tij. Shiko tani, ç'a ndodh nga atë që po thëshim, përse janë në verbimin ku janë. Ardhmja ati të palishmit bëhet me anë të veprimit të Satanit, me bashkë me çuditëra, shenja dhe mrekulli të reme. E shikon shenja dhe mrekulli të reme që ndodhin sot? Në Afrikën, në Amerikën, në neve, në Europë. Por ndërkohë janë veprat e Satanit. Veprat e palishmërisë, ti thuaj, mbajnë ligjin, jo, po ja, shikon, shenja mrekulli, shikon, çfarë po ndodhin këtu ja? Çfarë? Dhe ndalon dhe shikon mësëndaj. Po që janë këto manifestime? Që janë këto? Shikonja një këtu në Afrikë, ku ku ishte, për në Afrikë ishte. Si beni hinë. Në dilte, dorën, njerëzit të terëzoshin, ata të parë. Filloni manifestoheshin frymrat, aty nuk e kuptojnë që ai person është i mbushur me frymra. Dhe masandaj manifestohen dhe frymrat masandaj i kapin dhe shikojnë si të kurreshin, si dridhen njerëzit. Renjit vlla, renjit që manifestohen të tilla, që ati më tregovi dje më tregovi prapë kishën, ndërtesën ku isha më përpara. Ma tregovi me ata brenda që ishte pothuajse bosh. Pak njerëz ishin atje brenda. Ka një kuptim të thellë, përpara asaj më tregovi, nuk e di ajo se komunikova, po pash drurë të mëdhenj, disa drurë ishin të prerë, aty, më thënë, një pëllembë nga toka. Ishte një kalë, më thënë, bërkuaj, që kishte një karocë, dhe ishte një entitet, dhe ajo entiteti nuk ishte një entiteti mirë. Dhe ishte një litar, që e mbante nga një cep të ajo pjese e tokës, që ishin disa drurë ishin qëndronin, disa ishin të prerë. Dhe ky kali kalonte ajo, se ishte ajo, të si kuptohe, dhe kalonte me këtë litarin. Dhe fillonte lidhte ca drurë. Fillonte lidhte, masandaj i çlidhte prap, kalonte një vend tjetër dhe ishin të tërë izraelitë. Me thekët e tyre vena, disa thekë kishin të trashë, disa i kishin normal të si neve. Dhe ati po më fliste, po më flet në atë ender, sepse disa drurë ishin të prerë. Si tha, Mesia tha, çdo drutha që nuk jep frut, tha, do të pritet. Druri paraqit njeriu. Psalmi 1, është druri është njeriu që të jetë i frutshëm kur mbillet pranë brigjeve të ujit. Dhe disa druri ishin të prerë në atë ender. Ky entitet ishte një demon që lidhte. Dhe rezultati ishte që
Dhe ajo ëndër kishte të bente me kohët e fundit. Me çdo mashtrim, shko vlla motër, shenja çudira të rrejme thot, me çdo mashtrim ligësie për kë persona, për ata që humbin. Përse këta persona po humbin dhe pse janë mashtruar me mashtrim ligësie, me shenja mrekulli të rreme? Përse? Sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të u shpëtuar. Shiko sa serioze është. Sa serioze është. Që kur vëllai të thoshte vëlla, dhe thash, të duhet hyrja në beslidhje, ti nuk duhet ta rezistosh frymën e shenjtë të me në jetën tënde. Por ti do ta marrësh atë vendimarrje. Nuk duhet të vonosh, nuk duhet të vazhdosh të rezistosh të vërtetën për të qenë të shpëtuar. Ti personalisht. Se unë t'i thash të gjitha gjërat, t'i thash në kuptimin për shpëtimin tënd, për të thënë që ka një urtësi të kohës, ka një zgjuarsi në këtë moment, që ti du ta ndërmarrësh, që del nga, çlirohesh nga gjendja tënde ku je. Por mos vazhdosh ta mbash, mos andaj, unë jam mirë, unë jam aty dhe unë po dëgjoj çik gjëra dhe po vazhdon të shkelësh ligjin, mos e bëj me. Del prej asaj, du ta thash, ajo situatë po të mban peng. Ti vetë the. Për gjëra që mas andaj për të shkuar një fundjavë apo një udhëtim, ti e sikon që atje të mban peng. Dhe është ajo punë që të mban peng. Sepse ajo punë të shkel sabatin, po më katon, po vazhdon, janë gjëra që nuk janë të mira. Mos vono. Dhe me natit do lutem, por dhe motra mund ta bëjë ndoshta. Të marri dhe të zhyti motra. Sepse është beslidhja i lartë, është dëshmia me atë lartë, nuk është me njeriu poshtë. Është me atë. Prandaj Elohim do t'i dërgojë atyre një zhgënjim, është në këtë rast, zhgënjim që do të bëjnë të gabojnë të i besojnë gënjeshtrës. Përse? Sepse nuk pranuan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. Ky është konteksti këta persona. Dhe normal që ke masandaj shenja mrekulli të rreme, siç dalin masandaj, apo siç thonë, apo shumë të gëdhendura, apo delë tjetër në fjerë masandaj, dhe aguri tha shëronte, u vajtë në lyen njerëzit, mashtrime të tilla, mos ndoshta njerëzit u shërokan për një djersitje të avë, të kondesimit të një shkembi, të një guri. Mesia nuk s'kishte nevojë fare të vinte, se ishin gurët vërdallë botës, që njerëzit mund të vraponin. Ka ndonjë gur që po djersin dove mandeja. Prandaj thot, nuk e pranuan të vërtetën për të qenë të shpëtuar, këta grupe persona thot, Ati ka dërguar, thot, do të dërgojë një zhgënjim që të vazhdojnë të gabojnë. Vellon Ati. Le Satanin. Në atë mënyrë. Dhe këta njerëz vazhdojnë të i besojnë gënjeshtrës. Dhe se rezultat do dënohen me të gjithë ata që nuk i besuan të vërtetës, por shikoje, përqafuan shkeljet e ligjit që është ligësia. Përqafuan. Nuk u penduan. Prandaj po shikonin pak më parë çfarë tha Mesia. Në të vërtetë, pos ndryshuat sjelljen ndaj shkeljeve të ligjit, thot, nuk hynin në mbretërinë. Dhe këta njerëz ti e shikon që vazhdon të jenë nën influencën frymërore. Prandaj vllai thotë që ka një influencë frymërore e padukshme, demonët, që po theshim asandaj që po të na hapi sytë Ati, shikojmë demonët që ecin nëpër qytete. Mua mi hapi njerë, por mjaftovi. I shikon demonët që ulen masandaj ati në kafeja dhe në telefoni, apo në dhoma, apo në filan vend, apo në çdo vend, i shikon janë duke ecur, sepse është
influenca mbrapa, përshpëritja që ata të vazhdojnë të shkelin ligjin, misteri pa udhësisë. Prandaj njerëzit sot nuk duan të pranojnë, sepse po vazhdojnë të besojnë dhe të besojnë gënjeshtës. Zemra është e lirë të besojë çfarë të dojë. Por me të thënë të vërtetën, ti duhet t'i besosh me njërë në zemrën tënde, duhet të veprosh të nesërme. Jo, do pres vite. Duhet të veprosh me njërë. Me njërë. Ha që po thesha pak më përpara për punën kush është që thonë Alef Tav është Mesia. Mesia që ka Alef Tav? Kush tha? Thotë Jahwe që unë jam Alef dhe Tav, fillimi dhe mbarimi. Thotë Jahwe, nuk tha Mesia. E shikon zbulesa si fillon që unë atë Jahwe jam Alef dhe Tav, fillimi dhe mbarimi. Thotë Jahwe, ai që ishte, që është dhe që vjen. I plot fuqishmi është ati. Mesia është i fuqishëm tani se u dha fuqia. Nuk është i plot fuqishmi. Ka një grad autoriteti, ka një si thua, ka një strukturë. Ati, i biri, masandaj janë engjëjt tani dhe jemi ne poshtë. Por neve pastaj do kalojmë nën Mesian dhe engjëjt do jenë nën ne. Që ta kuptosh kur njerëzit se këto vëllai po ju thotë to gjëra janë kaq të rëndësishme se sot ti përballesh me tri zotrat. Që këtu do ta thonë që është Mesia Jashua. Ti do t'i thua çfarë? Është ati Jahwe. Ai Alef dhe Ta, fillimi dhe mbarimi. Se ta thotë Jahwe, nuk tha Mesia. I plot fuqishmi. Pastaj, me ata ta sillim dhe atë varg, sepse janë shumë të rëndësishme. Isaia 9. Isaia 9, okay. Se janë okay, lavdimit. Ta shikosh diferencë me këtë varg. Tani kur ka them vëllai që them që Septuagjina që është një përkthim që u bën 1000 vjet më përpara se farisejt që e bënë në shekullin e dytë që na e dhanë neve masandaj dhe morën e përkthyen në anglisht dhe në gjuhë të tjera, Septuagjina flet hapurazi kush është dhe çfarë ndodh në Isaia 9. Sepse ja po ta them kush është Septuagjina ishte një version grek i Biblës hebraike që përfshinte apokrifën, librat, më thënë që neve kemi Enokun, Jubilejtë, që masandaj u krijua për hebrejtë që flisnin greqisht në Egjipt, që ishte me kërkesën e nipit të Aleksandrit të Madh, që ishte Ptolomeu i dytë në shekullin e tretë para ardhjes së Mesias. Dhe ishin 72 përkthyes hebrejnë që ishin atje në Egjipt, që nipi Aleksandrit të Madh, që dimë, ai i kërkovi që të përkthyeshe nga hebraishtja në greqishten koine sepse donte ta dinte edhe për veten e tij. Dhe përkthye në masandaj Biblën hebraike, Dhjatën e Vjetër, në greqishten koine. Okej, shiko çfarë thot Septuagjina, domethënë që është përkthimi më i mirë për Isaia 9. Sepse na lindi një fëmijë, na dha një bir, sundimi i të cilit është mbi supet e tij, dhe emri i tij është lajmitari i Këshillës së Madhe, këshilltar i mrekullueshëm, Elohim, Zot i fuqishëm, Zot i fuqishëm, jo i plot fuqishëm se ç'është ati. E shikon me njërë diferenca. Është Zot i fuqishëm, sundues, po do sundojën për 1000 vjet, princi i paqes. Tani këtu ta kuptosh ti atë i epokës së ardhshme. Nuk do të thotë që është ati, është baba kujdestar, Avrahami ishte atë. Jobi ishte një atë për të varfrit dhe për ata të ndihmëse. Atë është një titull. Nuk është ati Jahwe, se ati Jahwe nuk është masandaj, nuk është një fëmijë, nuk lindi i veten e tij. Po na dha ati një bir. Okej, masandaj.
Sundimi i Mesias do të jetë i madh, dhe paqja e tij nuk do ketë fund, do të jetë mbi fronin e Davidit, mbi mbretërinë e tij, do ta vendosi, ta mbështetur me gjykime drejtësi, që tani e tutje, kush do ta bëj? Zelli Jahue të ushtrive do ta kryej këtë. Këtë çfarë për birin e tij. Thuaj një ungjillori sot për punën e Mesias tuja. Me njerë do kalojnë, shikonja, ajo është ati. Çfarë? Si që nga ati? Unë kam këtë atë, do ta kem këtuja për punën e. Po, ja ku e kam. Lavdim të tjeta, shikojmë së bashku. Jobi 29:16. Si Avrahami do të bëj një atin, thotë të gjitha kombeve. Është një titull. Kujdeset, ja ku ke Jobin. Isha, thot, një atë, një baba për të varfrin, e toja rastin që nuk e njihja. Një atë. Kujdestar, kujdeset, ushqen, mbron. Dhe ai do ta bëj për neve në atë ditë. I epokës, më fal. Ja. Një atë i epokës së ardhshme, 1000 vjeçari. 1000 vjeçari. Tani po ta kalosh në atë që kanë, mësandaj nga farisejnë të përkthimet King James apo shiko sa pak shkruhet. Na ka lindur një fëmijë, na dha një djalë. Bisupet e tij është do mbështetet perandoria, do të jetë këshilltar i adurueshëm, Elohimi i fuqishëm, shiko këtu, ati i përjetshëm. Por është tani princi i paqes, është i përjetshëm, por nuk merret jashtë kontekstit të thënë ati. Nuk është Mesia. Kjo është ishte për ta shtuar të rast, sepse ja këtu jam. Ati Jahue, po vjen i fuqishëm, po vjen. Dhe çfarë? Krau i tij sundon për te. Kush është krau i tij? Mesia Jashua është krau i tij djathtë. Do sundoj për te, ku? Në 1000 vjeçarin. Dhe ja e ka shpërblimin me vete. A nuk tha Mesia që tha, unë e kam shpërblimin me vete. Sepse Mesia do sundoj për te dhe ka shpërblimin për të dhënë secili sipas veprave që ai ka bërë. Veprat e ligjit apo jo? Masimi yt është një llambë për këmbë të mia dritë, për shtegu